nga se mënyra se si funksionon gjykata themelore, pra gjykata e parë, shkalla e parë e gjykatës, gjykata e apelit, gjykata supreme dhe gjykata kushtetuese, bashkë me avokatin e popullit, në një ombrellë, në një strukturë, është e papranueshme dhe është në kundërshtim me standardet që janë vendosur nga vetë Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës dhe Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit. Ne kemi shumë raste gjyqësore të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit ku pikërisht ju ka referuar rëndësisë që ka për me garantu një gjykim të drejtë dhe të panshëm, pikërisht strukturimi i ndarë i instancave gjyqësore në vendimarrje për me kriju një opinion publik dhe një besueshmëri edhe të akuzuarit, edhe tek publiku se e gjykata është e pavarur. Dhe unë konsideroj që mënyra se si u strukturu kjo gjykatë duhet mu komentu, duhet mu diskutu, sepse deri sot ne kemi pa që ka vepru si një trup e vetme, Spaku ka dhënë këtë përshtypje, pavarësisht që ne, unë e thash, nuk kemi një analizë të detajume për me pa se mënyrën se si funksionan dhe këto dashme bë avokati popullit i thomave specializuara, por nuk kam pa një gatishmëri të tij për me e vlerësu në këtë aspekt dhe për më tepër unë kam pa një tendencë që këto mekanizma, siç është avokati i popullit dhe gjykata kushtetuese, mbrenda të një strukturë, më shumë janë kritere fiktive për me i plotësu atë anën formale të standardeve, se sa me garantu një proces të plotë në përputhje me standardet që sot i zbaton BE-ja vetë.